Gazetarja Aida Topalli deklaron se arratisja e Altin Docit nga burgu i Durrësit nuk ishte e rastësishme. Sipas saj, grupi i çopajve në Elbasan kishte planifikuar prej kohësh lirimin e Docit, duke treguar një organizim të mirëmenduar. Plani për arratisjen nuk erdhi dje për sot. Ishte një strategji e qartë, e evidentuar edhe në dosjen e prokurorisë së posaçme, thot gazetarja, teksa shton se grupi kishte domosdoshmëri që Doci të dilte jashtë burgut, pasi ai ishte një nga udhëheqësit dhe qitësi kryesor i bandës. Altin Doci nga Lezhë kishte kaluar 6 vite në arrest për dosjen Plumbi Art, pas dëshmive të Klevis Hallës dhe Nureddin Dumanit, dhe emri i tij lidhej edhe me vrasjen e vëllezërve Haxhia në Durrës në vitin 2019. Megjithse çështja u pushua pas pendimit të një dëshmitari, me daljen e dëshmitarëve të tjerë u përfshi sërish si akuzuar për vepra të rënda penal. Sipas bisedave të zbardhura nga Sky ECC, antarët e grupit Çopa ishin të gatshëm të ndërmerrnin çdo veprim për lirimin e tij. Përveç tentativës për ta nxjerrë nga burgu, ata kishin paguar avokatin e tij dhe siguruar kujdes për familjen, duke treguar se nuk e kishin harruar udhëheqësin e tyre dhe kishin mbetur qitës në grup. Kjo deklaratë hedh dritë mbi një arratisje që nuk ishte spontane, por pjesë e një plani të mirë organizuar kriminal, duke theksuar rrjetin e mbështetjes dhe ndikimin e grupeve kriminale në Shqipëri. Ndërkohë, në kuadër të hetimeve për këtë ngjarje, raportohet se është marrë në pyetje mjeku kirurg Naim Mediu në Spitalin Rajonal të Durrësit. Ai u paraqit në prokurori, ku u mor në pyetje nga grupi hetimor lidhur me rrethanat e ngjarjes. Mjeku është pyetur lidhur me diagnozën e Docit, por edhe momentet e fundit para se i paraburgosurit realizonte arratisjen. Ngjarja ka pasur një seri masash në drejtim të zinxhirit komandues të burgut të Durrësit, ku është shkarkuar edhe drejtori i burgut. Nga ana tjetër, sipas urdhrit fundit të ministrit të drejtësisë, Besfort Lamallari, të dënuarit të rrezikshëm do të transferohen në burgje të sigurisë së lartë. Nga ana tjetër, zëvendës drejtori i burgjeve, Femi Sufaj, thotë se drejtoria po vlerëson situatën për të marrë masa parandaluese në shoqërimin e të burgosurve drejt spitaleve apo gjykatave me qëllim shmangjen e rasteve të tilla në të ardhmen. Ai sqaroi gjithashtu se arratisjet të tilla janë shumë të rralla, ku e fundit ka qenë në vitin 2010.